Rritja e çmimit të naftës në tregjen ndërkombëtare ka nisur të reflektojë ndjeshëm edhe në ekonominë vendase, duke sjellë një efekt zinxhir në thuajse çdo sektor të jetës së përditshme. Nga ushqimet bazë, qytetarët po përballen me kosto gjithnjë më të larta, ndërsa shqetësimi për muajt në vijim po rritet në Vlorë, një nga qytetet më të rëndësishme turistike të vendit. Kjo situatë ndihet qartë. Qytetarët shprehen se rritja e çmimit të karburanteve ka ndikuar drejt për drejt në shpenzimet e tyre ditore. Produktet e shportës që përbëjnë bazën e konsumit familjar kanë pësuar rritje të ndjeshme, po ashtu edhe tregu i frutaperimeve nuk ka mbetur i paprekur. Shitësit argumentojnë se kostot e transportit, si dhe të furnizimit janë rritur, duke i detyruar ata të rrisin çmimet për konsumatorët. Ndikimi i kësaj situate nuk pritet të kufizohet vetëm në tregun vendas. Ekspertët paralajmërojnë se zhvillimet gjeopolitike, veçanërisht tensione dhe lufta në lindjen e mesme, mund të kenë pasoja më të gjera ekonomike. Një ndër sektorët më të ndjeshëm ndaj këtyre ndryshimeve është dhe turizmi, një shtyllë kryesore e ekonomisë shqiptare. Në rrjetet sociale po qarkullojnë lajme për anulimet të udhëtimeve turistike në disa vende të lindjes së mesme, si pasojë e pasigurisë. Kjo mund të krijojë një mundësi për vende të tjera turistike, përfshirë këtu edhe Shqipërinë. Megjithatë, qytetarët e Vlorës mbeten skeptik ndaj këtyre parashikimeve. Sipas tyre, ndikimi i krizave globale nuk është gjithmonë i parashikueshëm dhe nuk garanton domosdoshmërisht një rritje të turizmit në vend. Për çmimet janë ato që janë tash për tash. Janë gjithmonë në ngritje, duke filluar nga perimet, bulmetrat, të gjitha janë sepse ndikon tashi edhe problemi i naftës. Ndoshta është kjo si shkak kryesor dhe neve jemi në trysninë e këtyre çmimeve të larta tani. Mendoni se ka dhe abuzime nga tregtarët? Abuzime jo. Ata mundohen që t'i ngrënë çmimet. Nuk ka rrugë tjetër edhe për ata, sepse ai vetë e merr mallin, e merr në Korçë, e merr në Lushnjë, e merr në Shkodër, e merr kudo, detyrimisht nafta po që e lartë edhe ai shpenzon, edhe do ngrejë dhe çmimet, sepse do shikoj veten e tij, ai nuk shikon mua. Do të ndikojë kjo situatë në sezonin turistik? Në sezonin turistik mund të ndikojë. Mund të ndikojë. Si mund? Dhe mund të ketë efekte negative, megjithatë me ç'dëgjojmë tash nëpërmjet këtyre rrjeteve sociale, ka një dyndje të turistëve që do vinë, sepse koha është shumë e përshtatshme, shumë e mirë këtu tek ne, dhe mund të ndikojë edhe negativisht, por ata do vinë sepse në këto vendet e tjera është një çike vështirë që të vë. Megjithatë mendohet vetëm për të parë dhe kjo? Po, patjetër një ngjelet për të parë. Lufta do të ndikojë në sezonin turistik në Vlorë këtë vit? Patjetër, ka ndikuar edhe pa qenë lufta, jo më lufta. Dhe si e parashikoni këtë sezon? Si do të jetë? Të vështirë, shumë të vështirë. Sidomos ne pensionistët, pushues do vinë se janë vendet e lindjes mesme janë luftë. Të gjitha ato të planifikuara të lindjes mesme, vendet do kërkojnë 3 Por kjo do të ndikojë tek çmimet, ndoshta. Po çmimet, po dhe çmimet këtu. Si jo shikoni se çfarë bëhet. Bordi i transparencës mblidhet dhe nuk di se çfarë thot, nuk di se çfarë bën. Vetëm propagandë. Bordi u mblodh dhe çmimi i naftës u rrit, bravo, po. Dhe si e shikoni këtë abuzim apo? Po propagandë ja kupton. Të na rroj Rama me Salini. Mos kërkoni gjë tjetër. Ky popull hopa e pagoj. Çmimet ka vënë stratosferë, po edhe Rama na kompenson. Ndërkaq edhe rezervimet për sezonin veror kanë një ritëm që është më i ngadalt krahasuar me vitet e mëparshme. Pasiguritë ekonomike dhe rritja e kostove të udhëtimit mund të ndikojnë në vendimarrjen e turistëve. Stabiliteti i çmimeve të karburanteve do të jetë një faktor kyç për muajt në vijim. Nëse çmimet vijojnë të rriten, efekti zinxhir mund të thellohet edhe më tej, duke ndikuar negativisht në konsum dhe në zhvillimin ekonomik. Në këtë panoramë të pasigurt, qytetarët mbeten të kujdesshëm dhe të rezervuar në shpenzime, ndërsa bizneset shpresojnë për një sezon turistik më të mirë se sa parashikimet aktuale. Megjithatë, ardhmja mbetet e lidhur ngushtë me zhvillimet globale, duke e bërë të vështirë çdo parashikim afatgjat.